Kosovës si një ligj jashtëzakonisht i damshëm për Republikën e Kosovës dhe për sigurinë e brendshme të Republikës Kosovës dhe siç e patë sot, lëvizja vetëvendosje në bashkëpunim me listën serbe e miratuan këtë ligj. Pra lista serbe ja u mundsoi që ky ligj të kalojë sot dhe ata e kaluan një ligj jashtëzakonisht të damshëm. Mënyra se si sjellen ligjet në Kuvendin e Republikës Kosovës pa asnjë kriter, pa asnjë procedurë dhe pa u dhënë mundësinë deputetëve që të shqyrtojnë në mënyrën e duhur, pa pas dëgjime publike dhe pa marrë ekspertizë, kjo është një dëm që Kosovës do t'i shkaktoj pasoja jo sot, po edhe në të ardhmen. Tendenca e tyre që mangësit ligjore t'i kalojnë në arsyetimin se këtu do të ndreqen me akte nënligjore, kjo nënkupton që këta nuk duan të kenë ligje që jam ndalon Dejon Aleksandr Mihajli dhe Albin Kurtin që Kosovën ta qeverisin me vendime arbitrare, me vendime të tyre personale. Dhe kjo metodë duhet ndalet njëherë për gjithmonë. Fatmirësisht, koha ka filluar të numërojë mrapsht dhe të martën kjo qeveri, ky pushtet, ky regjim, kjo arrogancë do ta marrë fundin. Faleminderit. Mirë, në çka po bazohesh në çështjen se caktove ditën e martës së fundit të kësaj qeverisë? Në çka po bazohesh? Me që e hana është dita përfundimtare për zgjedhjen e presidentit dhe arroganca e tyre tregon që këta nuk janë të interesuar të ofrojnë shtetit institucione, dita mrapa që është e marta e sqaron gjithçka dhe ne do ta dimë edhe datën e zgjedhjeve.